Në farmaci, nënat janë të orientuara për të marrë sa më shumë produkte, qoftë për fëmijën e vet, por dhe për veten e vet. Ti, si profesioniste, cilën pjesë do shtoje dhe do hiqe? Shiko, ka shumë produkte që janë realisht janë marketing. Ka shumë produkte që bëhen vetëm për marketing, edhe mua më duken realisht jo domosdoshme. Duke nisur që nga valizja e maternitetit që bëhet për nënën dhe për bebin, thuajse nga 100% e produkteve që rekomandohen, duhen rreth 40% që realisht të duhen ditët e para, dhe gjithmonë i këshilloj duhen vetëm 3 ose 4 gjëra për nënën dhe dikut e 4 gjëra për bebi në ditët e para. Pastaj ato gjëra duke u rritur bebi, duke kaluar ditët dhe mund t'i marrin dhe t'i shtojnë sipas nevojave, por jo çdo gjë është e nevojshme. Pra, le të themi që fëmia ka nevojat e veta, por jo çdo gjë që rekomandohet është e domosdoshme për fëmijën tonë. Ka shumë pjesë edhe marketingu në këtë rast, që është i pashmangshëm në ditët e sotme.